Ka që këtu që nuk shkon, kam veshur bluzën mbrapsht. Por bluzja do ri mbrapsht, se nuk do është vishe këtu tani në YouTube para jush. Edhe kur vesh bluzën mbrapsht, thënë që gjërat ecin mbar. Do të flas tani për një detaj të vogël, e vut re, se ndonjëherë në për evente, më shumë bëjnë zhurmë ata që nuk ishin, se ata që ishin në tapetin e kuq. Po flas për filmin, edhe njëherë për filmin ADN me produksion të Rike Roçit dhe Eriola Doçit, të dy vajzave, Showgirl. Kush mungoj aty? U fol për Meritonin, por një moment ai u shfaq. Kush mungoj tjetër? Roza Lati, mikeshe vajzave kanë qenë bashkë në Big Brother, mungoj tapetin e kuq, nuk ishte aty, por çfarë ndodhi? Unë i dërgova një mesazh. Dhe në mesazh, në të tjera Roza thot: Eriola ma çoj ftesën. Eriola, do të thënë, jo Rikja. Po mos harrojmë që Rikja vjet nuk ishte dhe ditëlindja e Roza Latit që ishte në qershor. Çfarë ndodhi? Sigla. Okej, do vazhdojmë të flasim sërish sepse sa herë që ka evente dhe mblidhen VIP-at bashk, gjithmonë shikohen edhe dinamikat mes atyre, sidomos kur VIP-at janë bërë bashk në një reality show si që është Big Brother VIP Albania. Pra pak a shumë publik është mësuar me jetën e tyre, duan din privacinë e tyre, duan din si sidhen me njëri tjetrin, aq më shumë kur kanë qenë bashk në një mbledhje të tillë siç është Big Brother VIP Albania. Do e thoja në një Tigan, po më kujtohet skena e Tiganit, vaj, djegj, Rikja, jo më fal Eriola e gjëra tilla si këto, kështu që mos t'i hymë muhabetit të Tiganeve dhe hallvave, sepse u mbyllën vite më parë. Por do të kujtojmë se personazhet që përmenda, Rike Roçi, Eriola Doçi, të dyja producentët të filmit ADN, që tashmë është në kinema, por edhe Meritoni, por edhe Roza Lati kanë qenë bashkë në edicionin e 3 të Big Brother VIP Albania. Ka thënë Chaplini që nuk shkoj në për eventet e Hollywoodit, sepse do të flitet një lloj për mua. Sepse flitet ndonjëherë më shumë për njerëzit që mungojnë në për evente, se sa për njerëzit që shkojnë në për evente dhe janë të parët atjera resht. Megjithatë, ky ishte një event mjaft i veçantë dhe nuk munguan njerëz të njohur të showbizit për shkuar dhe për të uruar dhe për të parë filmin e gocave të Rikes dhe të Eriolës që janë lodhur, janë stërmunduar për realizimin e filmit që nuk është as pak e lehtë. Por çfarë ka ndodhur? Ajo që na ra në sy ishte mungesa e Roza Latit. Roza Lati më njëherë sa u hyn në shtëpinë e Big Brotherit deklaroi që unë kam miqësi të vjetër me Riken, jam njohur me të, kështu që dhe në dinamikat e lojës e gjithçka tjetër, ajo ka qëndruar pranë Rikes, edhe pse ka patur edhe disa momente ku ne dyshuam që miqësia atyre, pasi kishte ndërhyrje her pas here dhe afeksione ndryshonin, ishte edhe Meritoni loj që njihej me Riken, ishte edhe Eriola, ishte edhe Juldeda, gjëra tilla si këto. Por çfarë ndodhi? Mbasi dolën nga Big Brother, vajzat u përmendën me njëra tjetrën dhe publiku pyeti, a janë vërtet shoqja akoma këto të dyja? Pikërisht nga data kur është ditëlindja e Roza Latit në qershor, nga data 13 nga data 14 qershor, pikërisht dita kur Roza Lati mbushi vitet, kishte ditëlindjen dhe ajo që u vure në atë kohë dhe u nxorr në portale si një kryelajm ishte mungesa e Rike Roçit, e cila ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me Rozën si para Big Brother VIP edhe pas. Kështu që mungesa e Rikes në festën dhe në ditëlindjen e Roza Latit që sigurisht do të bëhej një shkak për të pyetur veten dhe për të ngritur dyshime nëse miqësia e tyre është krisur apo jo. Por çfarë ndodhi? Nuk pati asnjë përgjigje në rrjetet sociale. Pse? Sepse Rika në atë periudhë ishte duke moderuar ditë pas dite Top Arenën, sepse ishte një kampionat i rëndësishëm duke u zhvilluar futbolli, dhe Rika së bashku me Manushin aty ishte në këtë emision Top Arena dhe gjithçka u zhvilluar live në ekranin e Top Channelit. Ajo që ndodhi ishte që shumë zëra e detyruan autorët e emisionit që t'i japin hapësirë Rikes dhe të shprehen në lidhje me miqësinë për Rozën. Pra, vazhdon miqësia apo çfarë ndodhi? Pse nuk ishte në ditëlindje, duke qenë që ishte në Tiranë atë periudhë, se e dim që Rika shpeshherë, sepse jeton midis Milanos dhe Tiranës, ajo dha përgjigjen e saj duke arsyetuar se e ka muruar privatisht Rozën dhe nuk isha prezente te ditëlindja e saj sepse arsyeja ishin disa angazhime me shumë rëndësi që kishte Rika në atë periudhë. Nuk dihet si është e vërteta, tani ne nuk duam që t'i hedhim benzin zjarrit,
Po, në qoftë se, tani ditëlindja është ditëlindje. Rika emisionin e kishte në Tiranë dhe mund të shkëpute dhe mund të shkonte 5 minuta. Tani nga ana tjetër, edhe mungesa e Rozës në premierën e filmit, ndërkohë që filma nuk bëhen për ditë nga Rika dhe Eriola, kam përshtypjen se rastet të tilla janë për çoka, apo jo. Çfarë mund të ketë evente tjetër më të mëdha? Tani, ato, me sa di unë, për momentin nuk kanë ndërmend që të martohen, që do thoni ju për shembull që, po lere oti se mohabet filmash, mohabet ditëlindjesh, shifet vend tjetër miqësia. Për shembull, kur martohet Rika, Roza do shkoj aty dhe do rri një javë përpara, do bëj punët e shtëpisë, do bëj gati eventin e gjithçka tjetër. Po ashtu kur martohet Roza, do shkoj Rika te Roza për të bërë gati si dikur që shkoni shoqëria një javë përpara e që ngrinin orkestër e bëj zhurmë e madhe për ditëlindje, për dasëm. Por për momentin ne e dim që dasëm nuk ka. Atëherë, çfarë i ka mbetur vajzave për treguar miqësinë e tyre? Këto pra ditëlindje, promovime, kur fillojnë në një emision, kur fillojnë kanë ndonjë festë, gjëra të tilla si këto. Dhe pikërisht mungesa në një ditëlindje, ngre pikpyetje. Pa aq më shumë ngre pikpyetje kur Roza në një farë mënyre kundërpërgjigjet dhe nuk shkon në një event të rëndësishëm siç është premiera e filmit të Rikës. Ashtu dhe tani, 1 dhe 1 bëjnë 2, po jo gjithmonë bëjnë 2. Mund bëjnë edhe 3, do thonte Lul Basha. Mund tjetë edhe thjesht një rastësi, por nuk qëndronim dot me hamendje. Me thënë të drejtën nuk qëndronim dot me hamendje, sepse u diskutua gjatë mungesa e Meritonit, nuk ishte në tapetin e kuq, do shkoj, pse postoj, pse nuk postoj. Ishte një lojë ndonjëherë edhe promovuese për shtuar kurreshtjen mes marrëdhënieve të protagonistëve të filmit dhe për ta kthyer këtë në kurreshtje për të shkuar në kinema për të prerë biletën dhe për të parë filmin. Por çfarë ndodhi me Roza Lati? Nuk e zgjata fare, thash para se të shkruajnë portalet, po e pyes vetë. Dhe shkruajta një mesazh që e shikoni këtu. Dhe pyetja është e thjeshtë fare. Roza çfarë ndodhi? Pse nuk ishe tek premiera e filmit të Rikës, ADN dhe të Eriola Doçit? Përgjigja e Rozës erdhi menjëherë. Ju e lexoni këtu dhe e bëni zoom ndërkohë, po mos e bëni zoom, se unë do ta lexoj me z dhe do jetë shumë e thjeshtë. Përgjigja Roza Latit ishte, jo shpirt, asgjë. Po këtë shpirt ma thot mua, nuk ja thot Rikës. Kujdes. Kam qenë me xhirime dje me mamin. Me qëra fjala, ajo ka mamin e famshmen Rita Lati që e dua shumë dhe e puth nga larg. Në Tiranë jemi po në këtë rast nga YouTube. Jo shpirt, më thot mua Roza Lati, e kujtoj edhe një herë. Shpirt më thot mua jo Rikës. Asgjë. Kam qenë me xhirime dje me mamin. E tani në këto momente që po të shkruaj, janë të me kap artistja se po lyhem për xhirimin e radhës, prap me mamin. Eriola ma qoj ftesën, ja bëra share në story Instagram, duke i bërë tag bashkë me Julin dhe Riken. Por kam qenë me xhirime. Më vjen keq që s'munda të isha dot, sepse kam dëgjuar shumë feedback të mira nga miq të përbashkët dhe jam e lumtur për to. Shiko. Eriola ma qoj ftesën. Pra ftesën e ka marrë Roza Lati nga Eriola Doçi dhe jo nga Rikja. Ky mesazhi i Rozës nuk thot, por dhe thot shumë gjëra. Kështu që t'ja lëm kohës për të marrë vesh të vërtetën. Për momentin, mua më duket sikur situata e tyre është friz, apo e ngrirë.